Deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula akuzon liderin e opozitës se po përplas mes tyre kandidatët e Partisë Demokratike në listat e hapura me qëllimin e vetëm që të bëjmë pis fitoren e tyre. Sula thotë se kështu ndodhi me Jorida Tabakun dhe Ilir Ali Mehmetin, Aulon Kalan dhe Arjan Dojën për të larguar vëmendjen nga farsa elektorale e 11 majit. Sali Berisha dhe Partia Demokratike hodhin në rrugë kandidatët në listat e hapura, të kacafyten me njëri tjetrin për të bërë pis procesi dhe për të treguar se askush nuk do të lejojë të rritet si Ali Mehmeti dhe Tabaku tua bëj pis fitoren. Nga 105.000 votave që ka qarku i Tiranës, 14.000 kanë listat e mbyllura. Për sa kohë do të vërë përballë Tabakun me Ali Mehmetin, Kalan me Ndojën dhe për të larguar vëmendjen nga farsa elektorale, kjo jep të drejtë Ramës për të thënë se ju i keni vjedhur votat njëri tjetrit, thot ndër të tjera Sula. Ky i fundit ka kohë që i kërkon Sali Berishës të lërë të lirë vendin e kreut Partisë Demokratike për ta shndërruar këtë të fundit në një forcë reale qeverisëse në mënyrë që të realizohet rotacioni me Edi Ramën. Dashnor Sula ishte ndër të paktët njerëz nga brenda Partisë Demokratike që e paralajmëroi Sali Berishën dhe jo vetëm, edhe përpara zgjedhjeve parlamentare të 11 majit për disfatën e thellë. Për Dashnor Sulën problemi kryesor ishte hartimi i listave nga Sali Berisha.